Janë të qoftë, që din, se prej kuj ka ardhë. Të s'kan mese, janë kanë 80 e sa. Për afërsisht një 62 a 3 ja. I kem graposhin aty me padrum. Po bëhat java, alla dit. Thonë që ka dalë smunje, e do të azeshohen a qa thonë. Jo, as kam ble, as kam shit, as kurrisa në bët. Dele ka konti vetat e vata këta, po jo se kanë pas kontakt. Sa dëmë të në gjithë sa dush, po kam i jetë me ta. Me shtua me i ba. Një 10 milion, 15 milion. Po i ikin cinza, i ikin berra, i iku tomële, i iku gjithë shka. Që të bëjmë rapat, në shpi. Jo. Për pa i disinfektua venin e po ashtu. Sa të jam 60 vjeç, jam me probleme, jam gjithë njerit në. Që kërkaj, vetëm me kanë me dëmë të shpërblyje. Kana janë me matrikull. O kam vu matrikullin dhe me këse pa aplikoj që thonë, ta së të krejnë si i përmerë dhe shka prej shtetit e ashtu, doli s'munjë të, që me bo. Atëherë me marrë informacionin nga veterinerët, kena ba të mundur ardhin në vendin Mali Gjymtit, ku është edhe shfaqe dhe smunja, pakten si mas informacioni ose në bazë të dyshimeve, janë marrë masa të krejrët e para janë zgjysu, është marrë padroma e bashkisë, është hap një grupe e caktume prej njësisë vendore dhe komunitetit tu, dhe është bazë gjësimi. është kanë hera parë, edhe hera dytë po të njëjtin tuf, kanë ndodhur disa mordje të njëjtave, po gjithashtu është bërë aty gruposi aty. Të shpresim nga institucionet përkat se marrjen e masave nosa është e mundshme me paraqesimin e tufës. Momentalisht është vetëm ky rast i shfaqur, por dyshime mundet të pas, se mundet të pas edhe në fshatra tjera. Jo se ka shumë, po dyshohet se mund të ketë edhe në fshatra tjera. Të shpresim konkluzionet e veterinerëve që do të bëjnë ata inspektimet e tyre. Është mase normale, në bazë të zbatimit të legjislacionit në fuqi, mendohet që kjo zonë do të kalojë në karantinë sipas procedurave ose standardeve ligjore.